Si mendojmë na ti çojmë fëmijët përpara? Si mendojmë na ti bëjmë fëmijët si Umeri e Abu Bekri? Mirë më zotni, po Umeri e Abu Bekri, Uthmani kanë dhënë mira, miliarda euro, kanë dhënë si më thon Napoleona të asaj kohe, kanë dhënë për me ndërtu biblioteka, shkolla, vend edukimi, xhamit në kohën e Abu Bekrit, në kohën e Umerit, xhamit janë kon edhe biblioteka, pra njerëzit janë ulë dhe kanë mësuar aty. Dhe pra kur janë ulë kanë mësuar fjalën Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Alladhi khaliqu kulli shay'in, ai është krijuesi i çdo gjëje. Prandaj ata fëmijë u rritën në ndikimin e librarive, bibliotekave dhe përveç librarive dhe bibliotekave u rritën me dietar, u rritën me njerëz të urtë, u rritën me njerëz sjellshëm. Dhe sigurisht pra, kjo është thirrja madhore. E çfarë qëllimi ka agjerimi? Agjerimi ka qëllim me eduku njeriu. Agjerimi ka qëllim me socializu njeriu dhe me kthy te ajo që u kthymë edhe në fillim retrospektiv, takua. Takua do të thotë devotshmëria, devocioni, përkushtimi. Sikur ata punëtorët e një kompanie ose një fabrike që është i përkushtuar me dal materiali sa më i mirë për me bën eksport importin e asaj materie, asaj lëndë. E tash për më kon që e lëndë që duhet eksportuar ose e importuar, duhet me kon cilëtet. Pra ata në mesin e asaj shoqërie nxjerrën njerëz kualitativ. Pra ata ishin njerëz kualitativ. Pse? Sepse ata besonin Zotin, maspori ju kanë tut pra Zotit, e kanë dash Zotin, sepse Zoti ka mësuar me dashur atë dheun e tyre. Sepse dashuria ndaj krijuesit. Kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. E jani ta doni krijuesin e juaj. Krijuesi do t'ju dojë juve. Një ndër emrat e Allahut xhaleshanu në Kur'anin famlar është El Wadud. El Wadud do thotë i dashtuni. Allahu ka dashni të madhe për ne. Ai na don ne. Dhe kjo dashni e madhe që Allahu na ofron ne për çdo ditë si lind dielli. Sa herë i hapim e mbyllim syt në mbrëmje. Kur i mbyllim syt në mbrëmje, a mendojmë ndonjëherë kur bim me fjet, si mbyllim syt me fjet, a mendojmë se një ditë nuk do zgjohemi fare? Nuk do të jemi mong në këtë botë që quhet dunja. Pra, nuk do të jemi mong në këtë mes. Prandaj të mendojmë pak